Në arsimin universitar në vitin shkollor 2023-2024, sipas statistikave të Instat, janë diplomuar rreth 28.000 studentë në arsimin e lartë, ku 18.000 prej tyre ishin femra, ndërsa rreth 9.600 ishin meshkuj. Në pamje të parë, zgjedhjet akademike të vajzave dhe djemve duken të orientuara si nga tregu i punës, ashtu edhe nga prirjet individuale. Megjithatë, këto prirje kanë krijuar edhe një farë stereotipi që ndikon edhe në vetë perceptimin e roleve gjinore në shoqëri. Scanintel ka analizuar se si është pesha e diplomimeve sipas gjinisë për të njëjtën deg për të parë preferencat. Për shembull, fusha e shërbimeve që përfshin profesionet praktike dhe teknike ka nxjerrë 1243 të diplomuar, por këtu mbizotërojnë meshkujt me 837 diploma, ndërsa femrat përfaqësohen me vetëm 406. Një dominancë ngjashme shihet edhe në fushën e inxhinierisë, prodhimit dhe ndërtimit, ku rreth 63.1% të diplomuarve janë meshkuj. Ndërkohë, teknologjia e informacionit dhe komunikimit, një ndër degët më të kërkuara në tregun e punës dhe me pagesa mbi mesataren, po tregon një tendencë drejt balancimit. 56.2% meshkuj dhe 43.8% femra kanë arritur të diplomohen në këtë fushë. Një përqindje që shënon përmirësim në përfshirjen e vajzave në teknologji, një sektor që për dekada ka qenë kryesisht mashkullor. Një tjetër deg me ndarje thuajse të barabartë është bujqësia, pyjet, peshkimi dhe veterinaria, me 51.4% femra dhe 48.6% meshkuj. Por janë fushat sociale dhe humaniste ato ku femra dominojnë në mënyrë më të theksuar. Në biznes, administrim dhe ligj, që përbën 24.4% të diplomuarve gjithsej, femrat zën shumicën me 4.808 diploma, kundrejt 2.010 meshkujve. Shifrat janë edhe më të qarta në degët e arteve dhe shkencave humane, shëndetit dhe mirëqenies dhe shkencave të arsimit. Megjithatë, fusha ku dallimi gjinor është më i theksuar është ajo e shkencave sociale, gazetarisë dhe informacionit, ku 83% të diplomuarve janë femra, ndërsa vetëm 17% janë meshkuj.